Habit eksperti, deri sot I keni zier vezët gabim, ja pse. Hidhni ujë nga çezma rreth 3 cm mbi vezë, mbulojini dhe në temperaturë të lartë të zijeni derisa të vlojnë. Uleni temperaturën dhe në zjarr të ngadaltë të zijeni dhe për 10 minuta. Shtoni krip në ujë gjatë zierjes në mënyrë që vezët të qërohen më lehtë. Pastaj lëreni vezët në rrjedhjen e ujit të ftohtë. Pasi të ftohen, vendosini në një kuti të pastër apo në karton për të mos absorbuar aromat e ushqimit tjetër në frigorifer. Vezët e freskëta vështirë qërohen, por ato që janë të vjetra deri në 7 apo 10 ditë qërohen më lehtë. Duhet të dini se vezët e freskëta në frigorifer mund të ruhen të paktën deri në 5 javë. Lëvorja është linja e parë e mbrojtjes, prandaj kujdesuni që të mos pëlcas. Vezët duhen lënë në frigorifer për të qëndruar të freskëta deri në 1 javë.